Njihuni me 3 shenja të horoskopit që të shmendin të gjithë burrat. Gjithmonë dëgjojmë se peshorët janë më të mirat. Gruaja peshore nxjerr vetëm mjalt nga goja, karakterizohet nga një harmoni dhe sensi të drejtës që do t'ja kishte zili kushdo. Ditë jap shumë dashuri, është mirë kuptuese, ngacmuese kur duhet dhe me këmbët në tokë. Dhe çfarë ju duhet tjetër? Shigjetari, vajzat dhe gratë që i përkasin kësaj shenje mund të konsiderojnë pa frikë uzurpueset më të ëmbla të zemrës. Janë kaq të ëmbla të këndshme plot botë, natyre empatike, besnike dhe ndoshta njohëset më të mira të artit të folurit, ndaj e vështirë të mos e humbasësh kokën pas tyre. Në qoftë se në jetën tuaj keni njohur një grua shigjetar, është e pamundur ta kesh haruar pasi ajo lë shenjën e saj kudo. Ujori. Në pamje të parë, femrat ujor duken kaq të ndjeshme dhe të brishta, por pas tyre fshihen luanesha të vërteta që i arrin të shkëlqejnë kudo. Edhe pse natyra ndërimtare nuk është gjithmonë në anën e tyre, ato ja dalin të triumfojnë, kanë një siguri të papar, shumë durim dhe vullnet për t'u shkuar gjërave përpara. Janë të drejtë për drejta, lozonjare, të shkafta, dinë si ta bëjnë për vete personin që duan dhe të bëjnë të mos i harrosh kur.